Dikush është I çmendur pas teje, por kjo lidhje është e ndaluar. Ka një arsye pse ndihesh I tërhequr drejt këtij mesazhi pikërisht tani. Një arsye pse ndjen peshë në kraharor, pse intuita jote është në gjendje alarmi dhe pse zemra jote përshpërit me zë të ulët. Dikush është aty. Por pse duket e pamundur? Sepse kjo nuk është një lidhje e zakonshme. Nuk është flirt, rastësi apo një lidhje e përkohshme. Kjo lidhje nuk troket me mirësjellje, ajo hyn me forcë, trondit botën tënde dhe refuzon të largohet në heshtje. Pjesa e parë, fiksimi I tyre me ty nuk është normal, është shpirtëror. Ka dikë, energjia e të cilit ka rrotulluar rreth teje prej kohësh, shumë përpara se ta vëreje. Ata mendojnë për ty në momentet më të papritura, në mes të natës, në mëngjes, madje edhe kur flasin me të tjerët. Ti përshkon mendimet e tyre si një rrufe e qetë. Kur zgjohen, kur shtrihen, kur shohin diçka që ua kujton ty, kur dëgjojnë një zë të ngjashëm me tëndin, ose lexojnë diçka që do të pëlqente, tërheqja e tyre ndaj teje nuk është vetëm fizike, as vetëm emocionale. Ajo është magnetike, është shpirtërore. Një fiksim që as vetë nuk mund ta shpjegojnë. Kjo është ajo person që përpiqet të kontrollojë ndjenjat e veta dhe dështon çdo herë. Ti jeton në mendjen e tyre me një intensitet që I frikson. Pjesa e dytë, por lidhja është e ndaluar dhe ata e dinë. Ekziston një kufi, një pengesë rreth kësaj lidhjeje. Diçka që thotë, nuk duhet. Megjithatë, ata nuk mund të ndalojnë. Kjo energji e ndaluar mund të vijë nga një detyrim apo përgjegjësi, familja, pritjet shoqërore, diferenca në moshë, feja, kultura, distanca, një premtim I dhënë, frika për të lënduar dikë apo për të humbur reputacionin, ose frika nga humbja e kontrollit. Çfarëdo që të jetë arsyeja, kjo person ndjen se të jetë me ty do të thotë të thyej një rregull që s'duhej kurrë thyer, por zemra e tyre nuk I bindet këtyre rregullave. Shpirti I tyre nuk I njeh këto kufi, dhe pikërisht ky është konflikti që ndodh brenda tyre. Pjesa e tretë, dëshira e tyre për ty ka arritur pikën pa kthim. Ata kanë provuar të ecin përpara, të shpërqendrohen, të injorojnë ndjenjat, por sa më shumë t'i shtyjnë, aq më të forta bëhen. Sa më e ndaluar lidhja, aq më e thellë bëhet dëshira për ty. Ka momente kur betohen se do të harrojnë dhe pastaj mjafton një shenjë, emri yt, zëri yt, një kujtim dhe tërhiqen sërish drejt energjisë tënde. Kjo person ndjen xhelozi kur të imagjinon me dikë tjetër. Ndjen faj sepse të dëshiron me kaq intensitet. Frikë se do të humbas kontrollin. Një mall që dhemb fizikisht. Një lidhje emocionale që nuk mund ta këpusin. Nëse ndonjëherë ke ndier papritur një val emocionesh, ngrohtësi apo presion në kraharor, mund të ketë qenë energjia e tyre që të ka arritur. Ju ndjeni njëri tjetrin, edhe në distancë. Pjesa e katërt, çfarë do të donin të thoshin? Nëse mund të flisnin lirshëm, pa pasoja, do të pranonin. Ti je e vetmja për të cilën mendoj. E di që nuk duhet të dua, por të dua, pafundësisht. Kam provuar të harroj dhe kam dështuar. Po të ishin ndryshe rrethanat, do të ishe e imja. Luftoj kundër ndjenjave që s'duhej të ekzistonin, por ato janë këtu. Ka momente kur marrin telefonin për të shkruar, pastaj ndalen, fshin, mbyllin gjithçka. Sepse çdo hap drejt teje ndihet si kalim I një vije që nuk duhej kaluar kurrë. Dhe megjithatë, shpirti I tyre përshpërit pa ndërprerje. Thoj vetëm çfarë ndjen. Pjesa e pestë, pse kjo lidhje nuk zhduket? Mes jush ekziston një lidhje karmike, një fill nga një jetë e kaluar. Ju jeni takuar më parë, ndoshta në një kohë tjetër, në një trup tjetër, në një jetë tjetër. Prandaj tërheqja ishte kaq e fortë që në fillim. Ky ndjenjënjohjeje ishte I çuditshëm, por I thellë. Lidhja shkonte përtej çdo logjike. Tërheqja ishte e pakontrollueshme, emocionet dukeshin më të vjetra se momenti vetë. Koha dukej e pamundur dhe megjithatë e paracaktuar. Ju nuk jeni të huaj. Shpirtrat tuaj e njohin njëri tjetrin. Dhe kjo person e di edhe nëse nuk e thot kurrë me zë se ajo që ndjen për ty nuk mund të ndodhë me askën tjetër. Pjesa e 6, vendimi I ndaluar përballë të cilit do të gjendet. Kjo person do të arrijë në një pikë kthese.
Do të ketë një moment ndoshta së shpejti, ndoshta më vonë kur nuk do të mund ta mbaj më brenda vetes. Atëherë do të ketë dy rrugë përpara. Rruga A, të qëndroj aty ku është, të ruaj qetësinë, të shtyp ndjenjat, të ndjek pritjet dhe të jetoj me dhimbjen e heshtur, gjithmonë duke pyetur veten, po sikur? Rruga B, të rrezikoj, të thyej rregullin, të hyj në të panjohurën dhe të zgjedh ty. Aspekti i ndaluar e bën të hezitoj, por lidhja shpirtërore nuk e lë të qetësohet. Një ditë do të duhet të vendos cili dhimbje është më e rëndë, ajo e humbjes së teje, apo ajo e thyrjes së një rregulli për dashuri. Dhe zemra e tyre po anon ngadalë por sigurt drejt teje. Pjesa e 7. Çfarë duam të thonë udhëheqësit e tu shpirtëror? Udhëheqësit e tu shpirtëror të dërgojnë shenja, numra të përsëritur si 1111, 222 ose 424. Mendime të papritura për këtë person, ëndra, këngë që duken si mesazhe, një intuitë e fortë, momente qetësie të thellë kur mendon për ta këto nuk janë rastësi, janë konfirmime. Kjo lidhje është e vërtetë, e fuqishme dhe transformuese, por duhet të zhvillohet në kohën hyjnore. Nuk duhet të vraposh pas saj, duhet ta pranosh. Lëre universin ta udhëheqë këtë person drejt qartësisë. Pjesa e 8. Rezultati drejt të cilit po shkoni. Çdo gjë tregon drejt një momenti të ardhshëm kur kjo person do të ndalojë së ikuri nga zemra e vet. Një moment sinqeriteti të thellë, një rrëfim, një bisedë që ndryshon gjithçka. Lidhja e ndaluar do të bëhet një e vërtetë që nuk mund të mohohet më. Një ndjenjë që nuk mund të shtypet më, një dashuri që nuk mund të fshihet më. Dikush që dikur kishte frikë të humbiste kontrollin, më në fund kupton, frika e vërtet ishte të humbiste ty. Mesazhi i fundit për ty, dikush është plotësisht i çmendur pas teje. Të dëshiron, të mungon, ëndërron për ty. Lufton kundër ndjenjave të veta dhe humbet çdo herë. Dhe pavarësisht sa e ndaluar mund të duket, zemra e tyre të zgjedh ty, ngadalë, pashmangshëm, me gjithë forcën. Nëse të ka pëlqyer ky video, mos harro ta pëlqesh, ta ndash dhe të abonohesh në kanalin ton. Faleminderit për mbështetjen tënde.